Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Po vi përsëri me një video si gjithmonë nga të video të ku unë marr shkas nga pyetjet që më bëhen më shpesh dhe kështu sqaroj të gjithë audiencën time. E para faleminderit që më ndiqni, ju jam shumë falenderuese. Ajo që dua të sqaroj në këtë video është: a ja vlen një sipërmarrje e tillë që kam marrë përsipër të bëj? Dhe unë nuk do të vi thjesht me një po, por këtë punë time, këtë punë që do them, unë do të argumentoj patjetër, sepse njerëzit të duan argumente, ashtu siç kam dashur dhe unë dikur argumente, jo thjesht po ose jo. Dhe unë them po. Përse them po? E para, është një sipërmarrje e ligjshme. Është një sipërmarrje e tatueshme. Është një sipërmarrje me një sistem të automatizuar. Çdo kush për nesh e ka nisur nga zero dhe ja ka dalë, pra s'ka pasur asnjë lloj eksperience. Por fal sistemit të automatizuar, ja ka dalë mjaft mirë mban. Tjetër, është një sistem global. Mund të punosh nga çdo cep i botës, nga çdo vend i botës. Ti mund të ofrosh bashkëpunime nga çdo vend të botës. Dhe ku ka më bukur se sa kjo? Pra nuk ke kufin. Kufin këtu janë mund të punosh në kohën tënde të lirë, të gjesh ti kohën tënde të lirë. Thjesht të duhet një disiplinë, thjesht të duhet këmbgulja jote dhe të vendosësh objektiva dhe qëllime. Patjetër, këto janë të gjitha në dorën tënde. Pjesa tjetër i përket sistemit. Dhe mbi të gjitha, është një sistem, një sipërmarrje që e kanë bërë të gjithë. E kanë provuar të tjerë dhe testuar përpara dhe ka funksionuar mjaft mirë. Atëherë, pse nuk funksionon edhe për ne? Për mua ka funksionuar, edhe pse nisa nga zero, pa asnjë lloj eksperience, por po ja dal shumë mirë. Kështu që edhe ti mundesh. Janë ca gjëra që mbeten vetëm thjesht në dorën tonë, por unë jam shumë e sigurt që të gjithë ju që më ndiqni keni synime, keni objektiva, keni qëllime që keni vënë vetes, keni shumë besim në vete. Dhe pikërisht përveç asaj që na thon sipërmarrja, na duhen edhe të gjitha këto. Unë e di që ju nuk mungojnë, sidomos ne grave që jemi shumë të forta dhe shumë këmbgulse. Ndaj mos hezitoni, klikoni livegjuka.com për të marrë udhëzimet e duhura. Jam shumë e lumtur që jap sqarime të tilla, jam shumë e lumtur që njerëzit më pyesin dhe unë kam mundësinë t'i ndihmoj, t'i mentoroj, t'i ndjek hap pas hapi. Jam shumë e lumtur për këtë. Ndaj ju falenderoj që të gjithëve. Kalofshi sa më mirë.